Përshëndetje gjithë dhe mirë se rikthyer një tjetër video. Sot duhet të tregoj se si mund bëni një spray në kushte shtëpie, i cili do të mundsojë mbrojtjen e flokëve nga rrezet e diellit. Në këto ditë të nxehta të gjithë jemi shumë përkushtuar për të bërë mbrojtjen e lëkurës, qoftë të fytyrës, qoftë edhe të trupit. Por ndonjëherë harrojmë që edhe flokët kanë nevojë për përkujdesje, por edhe produktet që janë në treg shpesh janë shumë vajore dhe pastaj kemi flokë të yndyrshëm gjatë gjithë ditës. Por produkti që do t'ju tregoj sot që mund ta përgatisni vetë në kushte shtëpie, është shumë i lehtë në përgatitje dhe shumë efektiv në përdorim. Ndiqni videon me përgatitjen e sprayt dhe do kthehemi më pas. Produktet që do na duhen janë: krem dielli me faktor mbrojtës, ujë. Gjithashtu unë preferoj të shtoj edhe një produkt që përdor për mbajtjen e flokëve, është një spray modelues për floka qerrej, i cili mund të përdoret pa problem dhe në flokë të thatë. Në qoftë se dëshironi, për shembull ato që kanë flokë shumë të thatë, mund të shtoni vajra të ndryshëm që shërbejnë për hidratimin e flokëve, ose mund të lini thjesht me këto dy produkte, me kremin e diellit dhe me ujin. Dhe më pas një kontenitor për të mbajtur sprayin që ne do bëjmë tani. Te kontenitori që kemi vendosur të bëjmë sprayin, do shtojmë si fillim kremin e diellit. Shtoni 2.5 ml ose një lugë çaj krem dielli. Më pas do shtoj sprayin ose në qoftë se keni vaj mund të shtoni ato. Në këtë rast do shtojmë një lugë qielle. Dhe më pas pjesën tjetër të kontenitorit që ka mbetur do ta mbushim me ujë. Më pas të mbyllim kontenitorin. E shkundime. Dhe produkti është gati. Nëse dëshironi mbrojtje maksimale, atëherë duhet ta riaplikoni gjatë ditës, sidomos ato që janë në plazh. Kjo është videoja që unë kisha përgatitur për sot. Në qoftë se ju e provoni, më shkruani për eksperiencën tuaj. Ju sugjeroj shumë që ta provoni sepse është shumë i lehtë dhe shumë i mirë si produkt. Bashkë do shihemi javën tjetër në një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim dhe pushime të mbara.